A kena nevojë krejt për dashni? Këtë pyetje e ka bo edhe Harry Harlow në vitet e 50-ta edhe këto e ka eksploru përmes një eksperimenti jo me njerëz, po me majmun. Harry i ka marrë 2 majmun të sapo lindur edhe i ka nda prej nanave të tyne. Pastaj ju ka dhonë 2 nana artificiale. Njëna ka qenë ndërtume prej telit edhe ka ofru qëmsht, kurse tjetra ka qenë mbështjellun me pëlhur edhe e ka pas një material shumë të rehatshëm të butë i cili ju ka jap rehati. Përkundër që hulumtuesit kanë besu se majmunët kanë me nejt të nana e cila ju jap ushqim, rezultatet i kanë çudit. Majmunët sapo e kanë përfundu ushqimin tek nana prej hekurit, me njëherë kanë shku tek nana e cila ju ka jap rehati edhe ngrohtësi. Ata, sapo e kanë përfundu ushqimin, për 1 orë ose 2, gjithë pjesën tjetër të ditës e kanë kalu tek nana ma e butë. Eksperimentit i është shtu edhe një fazë, edhe majmunët jenë ekspozu para një pajisje të frekshme, një roboti i cili ka liru shumë zhurmë edhe i ka ndjek. Çka kanë bo majmunët është që drejt kanë shku tek nana e butë për mi qetësu edhe për me ju jap rehati. Ky eksperiment i hedh poshtë hipoteza që thonjë se fëmijët lidhen me nanën vetëm për shkak të ushqimit. Kjo na tregon se ne si qenie njerëzore kemi nevojë për dashni, për prekje edhe për rehati tek njerëzit e tjerë. E ju, apo menoni që krejtve na duhet dashnia? Kallëzoni në komente edhe për ma shumë video si kjo, subscribe Urban FM 103.5 në YouTube, po pse ju edhe në krejt platforma tjera.